Epos është më shumë se një album fotografish. Ai është një rrëfim I glendur në ndërgjegjën kombëtare. Një burim frymëzimi që na thërret me të ecim me tej me besim, për kushtëri dhe krenari. Përmes pamjes të librit, përjetojmë jo vetëm procesin fizik të ndërtimit të përmendores së Gjergj Kastriot dhe Skënderbeut në Kosovë, por hym në laboratorin e shpirtit të autorit, aty ku bronzi kthehet në ndjenjë dhe dora e artistit zgjatet me ndërgjegjësi historike. Kjo vepër nuk dokumenton thjesht një monument, por mishëron vizionin e brezit që ndihen urgjencët për të ruajtur e trashëguar idealet që na mbajnë gjallë ne si komë. Skënderbeu si kryeheroi I shqiptarëve nuk është vetëm një figurë e së kaluarës. Ai është prania që na bashkon ne në çdo cep të globit ku flitet shqip. Është drita që na udhëheq në përpjekjet tona më shumë në unitet, më shumë në kulturë dhe më shumë në të gjitha vlerat tona kombëtare. Dhe pikërisht për këtë, epos vjen si një përkujtues I qartë dhe I domosdoshëm. Ne kemi me çfarë të jemi krenar. Kemi rendje të thella dhe një mision të vazhdueshëm për të mbrojtur, forcuar dhe promovuar identitetin tonë. Ngjyrat që përshkojnë këtë vepër e kuqja dhe e zeza nuk janë thjesht simbole grafike. Ato janë zëri I flamurit tonë, thirrja e përbashkët e historisë dhe peshorja mbi të cilën qëndron vetë ideja e shqiptarësisë. Çdo faqe e këtij libri, çdo komponzim është një akt dashurie ndaj kombit dhe një thirrje për përfshirje, për ndërgjegjësimin dhe për krenari artistike. Sot, ne nuk jemi vetëm spektatorë të një ekspozite, ne jemi dëshmitarë të një dialogu ndërmjet brezave, ndërmjet atyre që na paraprin dhe atyre që do të vijnë. Prandaj, më lejoni të shpreh publikisht mirënjohjen tonë me të sinqertë për autorin Zotëri Vlasov Sulej. Për vizionin e tij, për mundin dhe guximin për të realizuar një projekt që te I kalon kufijtë e artit për të kthyer në një përvojë kombëtare. Juftoj të gjithë vetë me gjithë shpirt që të përfshiheni në këtë dialog të bashkëbisedoni me autorin. Të ndani ndjesitë tuaja dhe të lexoni se kjo vepër që ju udhëheq në një reflektim më të thellë mbi misionin që kemi si shqiptar, kudo që jetojmë. Sepse vetëm duke u ndaluar dhe duke dërsuar këto momente, ne mund të forcojmë atë që na bashkon. Ndjenjen e përkatësisë, të dinjitetit dhe të përbashkësisë. Të dashur miq, kultura është themeli I kombit. Arti është reflektimi më I sinqert I shpirtit të tij. Dhe mërgata shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes mbështetjes që I jep këtyre nismave, dëshmon se ndonse larg nga kilometra, mbetet pranë në zemër dhe në vepër.
Le të jetë kjo ekspozit një augur i mirë për më shumë bashkëpunim, për më shumë ngjarje që afirmojnë vlerat tona, dhe për një bashkim gjithnjë të fortë mes nesh dhe atë. Në përmbyllje me lejoni të përsëris se arti nuk është luks. Arti është nevojë. Arti është mjeti më i fuqishëm për të komunikuar me të vërtetë, që politika nuk mund t'i thotë dhe historia shpesh herë edhe i harron. Le ta nderojmë këtë vepër dhe të gjitha veprat që forcojnë shtyllat e identitetit tonë. Me shumë respekt dhe entuziazëm ju ftoj të vazhdojmë së bashku në pjesën e dytë të këtij eventi, ekspozitën që do të mbetet në kujtesën tonë si një akt i lartë kulture dhe i atë dhe dashurisë. Ju falenderoj nga zemra për loft kombi shqiptar, për loft kombi shqiptar. Teksa shihnim ekspozitën Epos, një ekspozit që mishëron ndjesin, artin, dritën me pasionin shqiptar dhe e bën atë të patjetërsueshme. E bën që ne të tregojmë histori dhe të ngelen trashëgimi i brez pas brezi. Duke parë këtë ekspozit, mora një ndjesi dhe një emocion të jashtëzakonshëm dhe më ra ndërmend thimi i Gjergj Kastriotit në Kroj, një nga veprat më të njohura dhe më interesante të Fanolit, dhe të doja ta ndaj atë tani me ju. Qindra vjet më parë, kur Shqipëria nxirte vetëm Trima edhe Luan, në qytetin e vjetër të Krujës, te kështjella e Kastriotëve, rinte pranë zjarit mbi një poltron veneciane një zonjë bujare, me flokë të bardhë dhe rrobë të zezë, me një fytyrë të tharë, të hequr, të vjosur prej hidërimeve si ndonjë shenjë madhështore që vuan edhe mundohet, por nuk e thot. Që princesha Vojsav, e veja e Gjon Kastriotit, e ëma Skënderbeut. Jashtë, veriu i egër i maleve të Shqipërisë po frynte si i tërbuar. Vërshëllente si mar në frimat dhe mosgalat, përziente valet e Adriatikut të fryra përçeshkum që përpiqeshin si kuçedra. Shikullonte si me kamzhik, mi shkëmbin qoshëtin edhe gjëmonin. Qyteti i Krujës qesi i shkretuar. Brenda në kështjell, vizotëron një qetësi, një heshtje vari. Njerëzit atje nuk flasin edhe baresin ngadalë në majtë të gishtrinjve, sikur kanë ndonjë të vdekur në shtëpi. Zonja me flokë të bardhë dhe rrobë të zezë, i afrohet më tepër zjarrit që të ngrohet për më kot. E kishte zemrën akull.
4 djemë që kishja mori sultani peng 30 vite më parë, 3 prej tyre vdishën të helmuar, i 4 tis dieta, zhjall po edhe në ron. A do kthehet vallë ndonjëherë? Ai mban mend të ëmën. Dan, Shqipërinë, Krujën, se Qerçilimi kur ja rëmbyen nga krahët. Te princesha Vojsav, që i lutet Perëndis duar lidhur se mërthyer. 3 more për mëkatet e mia, këtë të 4-tin, ma fal mos ma merr o Zot. As na e mbyll shtëpinë. Në mur, përsipër vatrës, vare një shpatë të kohrave të vjetra që nuk e ngre dot njeriu i sotëm, as me 2 duar. Që shpata e kastriotëve e mbajtur brez pas brezi, nga trimat që nxori kjo derë shkëlqyer. Turqit e plaçkitën kështjellën. Për shpatën se nga, se asnjë s'e i Zotit ta përdorta. E Vojsava e varfër tre kryet shpesh, shikon atë shpatë dhe sytë i mbushen me lot. Qanë nëna për një birë, qanë edhe shpata për një burg, ku është ai djalë? Çu bë ai trim? Gjerkur do të valoj mbi fortesën e Krujës, ai flamuri i tiranit të huaj, gjerkur do ta pres nëna të birin. Kruja të Zotin, Shqipëria të anë. Bota trimi që s'ka shohë. Po për një herë shape dera dhe hyn brenda një luftëtar i hishëm, pisnik, me mjekër të gjatë e të derdhur, i veshur në çelik, i armatosur gjerë në dëm, statuja e gjallë e Marsit. Vojsava kthehet. E shikon? Përpishet të ngrihet, por ngelet si është tangur nga ajo pamje papritur. Luftëtari që hyri është i gjalli shoqi Gjon Kastrioti, po më i ri, më i bukur, më i lartë. Në mos je hija fantazëm që vjen të gënjesh një plak dëgjor, një qyqe të neveritur, ti e i mbir, ti e gjergji. Fol, mos më mundo. Po luftëtari nuk fledo. Ati që si ishin vrejtur sët kur i bini shigjetat edhe gjylet si breshën mbi supe, as kur kishte qindra të vrare dhe të plagosur rotu. Bie në gjunjë, qanë tani si Qilimi. I pudh dorën princeshës së nderuar, por lotët e mbytin edhe nuk thot dot unë jam. Por nëna e mori vesh. E njoh nga syri, e njoh nga sjellja, e njoh nga fytyra. Pastaj e njoh më mirë Shqipëria dhe bota për ato që bëri. Ai që i tërë edhe i gjallë. Gjergj Kastrioti. Si mori bekimin e nënës, u bë 2 herë më i fort. Rëmbeu shpatën që varej në mur, edhe shkoi kaluar në fortesë. Qyteti i Krujës që dukej si i vdekur tashmë gjallon. Burra, gra, fëmijë, pleq, të gjithë janë mbledhur në oborin e kështjellës. Të gjithë festojnë. Flamuri huaj u hoq. Tani valon në erë flamuri i Shqipërisë. Kështu u ngrit në vjeshtën e 3 të vitit 1443, në kryeqytetin e vjetër të Shqipërisë, flamuri kuq me shkapën e zezë me 2 krerë.